2400 persona ishte përndjekur politik duhet të nisin procedurat në dorëzimin e dokumentacionit për përfitimin e këstit të 6 të dëmshpërblimeve. Trajtimi i këstit si prioritar këtë ka që duhet të jetë personat të gjallë. Një përjashtim i vogël është që trashëgimtarët që janë minoren përfitojnë si këta që janë kategori parsorë që janë gjallë. Fondi i alokuar në buxhet mjafton për të trajtuar 2400 me këst të 6. Nga buxheti i shtetit për vitin 2016 është alokuar fondi prej 2 miliard lekësh për trajtim financiar të kësaj kategorie. Unë them se sa është buxheti i miratuar për këtë vit, është 2 miliard lekë të reja, afërsisht $20 milion nëse do ishte konvertimi 1-1. Ndërsa institucionet zotohen për përfitimet plota të kësteve të dëmshpërblimit, trashëgimtarët e ishte përndjekurve nga janari deri në qershor nuk kanë përfituar asnjë cent dëmshpërblim. Për trashëgimtarët nuk është paguar as edhe 1 cent nga 1 janari i vitit 2016 deri në ditën që flasim. Gjykoj që ka një mungesë organizimi të Ministrisë e Financave, por që shpresoj të gjithë sepse në gjykimin tim janë hallka burokratike, të cilat meritojnë një vëmendje më të mirë nga titullarët. Sipas drejtorit të Institutit të ish të përndjekurve politik, Bilal Kola, qeveria duhet të përmbyll këstin e dytë brenda aktivitetit për trashëgimtarët që në 2017 të procedohet me këstin e radhës.